linje të zgjidhur, atë janë qytetar privata, nuk kanë asnjë çpun ke. Pra, janë interesa kriminale. Edi Rams, Lubi Ballukut, Taulant Balls dhe dhënrit të Lubi Ballukut, djalit si Adria Bazit. Po, Lubia e ka marrë kushrinë e parë të Lubis. Këto janë të shifë në qytetar, kjo është e gjithë puna. Dhe kjo ju garantoj se mënyra se si e po trajtojnë këta. Nuk po hyjun fare kush ka drejt për të atyre dyve, kush nuk ka drejt. Jo, absolutisht. Se unë jam i lirë nga ky problem, edhe për faktin tjetër, e kam denoncuar i pari dhe jo një, por shumë herë, si një aferë të tmerrshme korruptive. Tani, shoh që në qoftë se djegësi Tiranës u vodhen parat dhe ai nuk u hodh një tull, në aeroportin e Vlorës janë premtuar 140 milion euro, edhe sikur një avion i vetëm të mos ulet në pistë e tij gjatë 10 viteve të para. Se është me rrezik. Jo, atër, kjo ka një gjë shumë të thjeshtë. Në qoftë se s'duan të vjedhin, ky rrezik nuk shkohet në aeroport me 100 milion euro, ndërtohet aeroport me 15 milion euro. Fillohet, shtohen pasagjerët, shtohet pista, shtohet mjedisi, shtohen çartat e mëdhej, zgjatet pista me tej. Kjo praktikë është ndjek me aeroportin kryesor të vendit, Rinasin. Edhe e kanë ndjek privatët. Privatët e kanë ndjek të praktikë. E kishin Gjerman të ndoqen, nga Gjerman mos gaboj e morën kinezët, po këtë bën. Nga kinezët e morën shqiptar, po këtë bën. Tani, ku flen lepuri? Ku flen lepuri? Ja u thamun. S'ka gjë më të fështirë se me gjithë lepur në Osman, ku flen? Fështirë. Po di ku flen e gjithmonë. Qa ka ndodhur? Lubia, jo vetëm firmos kontratën për një siguri 120 milion, por Lubia, një vit mrapa, firmos transferimin. Bravo. Firmos, ja ku e keni, se vend shkërministra dhe ministra, mos harrojnë, i vend të dy titull këtu. Shoqëria koncesionare Vlora International Airport. Firmos kalimin e aksioneve nga YDA Insat Sani VE Tikaret Anonim Silketi, kompania turke, e cila është kompani me ekspertizën në ndërtimin e aeroporteve, pa praninë të cilave aeroporti nuk fillon të ndërtimin, nuk ndërtohej, dhe menaxhimin e aeroporteve. Pra, firmos kalimin e aksioneve nga kjo kompani tek Mapco Construction, që në këtë moment tenderi rrëzohet. Shtyllë kryesore e tenderit nuk ishte Mapco Construction, sepse s'kishte asnjë eksperiencë në çështje aeroportesh, por kishte kompania turke që ishte ndërtuese, menaxhuese aeroportesh. Dhe një numër kompanish të tjera
që u paraqitën në tender, po që nuk kishin praktikën ekspertizën e kompanisë turke, u përjashtuan nga tenderi. U përjashtuan, sepse nuk kishin ekspertizën. Tani, kompania me ekspertizë mbi të cilën u bazua tenderi, u thot mirupafshim dhe Lubia, sigur ta kishte pronë në borën e vetë, firmos, kaloja aksionet Pacollit. Tani, çdo shqiptar ka të drejtë absolute të dyshoj se ato aksione janë të Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Dhe këtu mund tjetë, nuk them, se këtë se mërësh, këtu mund do në hetim të gjithanshëm, dhe këtu mund të jetë shkaku i angazhimit kaq intensiv të Edi Rams, Lubi Ballukut, Tauland Ballse me radhë, në një aferë e cila në pamje është aferë midis dy ortakëve, pa lidhje me shtetin. Pra, sepse, që ta dini ju, nuk do të marrë asnjë anë, absolutisht, por i vetmi transferim aksioni në 4 vite i miratuar nga qeveria, transferimet aksioner gjithmonë do të miratohen nga qeveria, është ligja jo, ligjin tregtar, është transferimi i aksionerëve të kompanisë turke, që është bërë në shkelje të ligjit. U lumturua Lubia me ato aksione, apo Edi Rama, apo Tao, apo kush, këto sigurisht pa hetim nuk mund të thuash. Po fakti që implikohen kaq thellë, fakti që kanë firmosur një kontratë të tillë, i akuzon këta absolutisht si direkt përgjegjës për të gjithë këta aferë mega korruptive. Mos harroni, nuk ka një dokument ku të jetë firmosur transferimi i aksioneve nga Pacolli tek Valoni. Nuk ka. Dhe tani vërsulin të gjithë, po ç'punë keni ju në punë midis ortakëve? Unë i kam denoncuar, unë te Valoni se kam jo thonë, kur kam denoncuar kam pas parasysh Pacollit, kemi hapur me ju, se nuk kam, sepse ai ishte emri kryesor, dhe nuk mund pranoja unë sigurinë për 600.000 bileta. Ja, kur nuk ka pranoja. Se ajo ishte kjo është një gjë të mërshme të vonë, të gjobisi shqiptarët të pagu. 35 vjetë koncesion, parashikimi është 700 milion fitimi. 700 milion parashikimi. Por, ignore parashikimin. 10 vitet e para, taks paguesit i paguajnë koncesionarit 140 milion për trafikun e munguar. Besoj se çdo shqiptare ka të qartë tani se këtu Pacolli dhe Valoni janë thjesht prestanome, po emrat e vërtet të kësaj afere të tmerrshme janë Edi Rama, Lubi Balluku dhe qeveritarë të tjerë. Përgëzoj të dy ministrat, ish ministrat, të cilët kanë refuzuar të firmosin jo për 140, po dhe për 120 milion euro gjob për taks paguesit shqiptar.